Dy fitore në 3 ndeshjet e fundit për skuadrën e Lecces kanë ndryshuar plotësisht pozitat e kësaj skuadre në renditjen e kampionatit italian, por kanë kthyer edhe entuziazmin të tifozët e ekipit. Ndaj ndeshja e fundit e vitit 2025 në stadiumin Via del Mare përballë Komos pritet të shohë tribunat plot këtë të shtunë. Pritet që të gjitha biletat të jenë të shitura për duelin ndaj skuadrës së drejtuar nga Cesc Fabregas, pasi publiku shpreson që ekipi ta mbyll në mënyrën e duhur këtë vit duke marrë pikë të tjera të rëndësishme për qëndrimin në Elite. Për këtë ka folur edhe trajneri Eusebio Di Francesco gjatë konferencës për media. Presidenti që 3 ditë më parë më tha se stadiumi do të jetë i mbushur plot. Sot po bisedoja me Ramadanin dhe më tha që duhet të lejojmë që të na tërheqë entuziazmi i publikut. Por për ta bërë këtë do të na duhet një paraqitje e madhe, tha trajneri, duke premtuar kësaj se edhe lojtarët do të mundoheshin të përgjigjeshin në fushë interesimit të jashtëzakonshëm.